Përshëndetje, zoti Ramabaja. Përshëndetje dhe juve. Intervista do të përshëndrohet tek Kosova dhe që fatkeqësisht në fakt shkoi për herë të tretë brenda në një harë kohë shumë të shkurtër shkoi në zgjedhje të parakoshme. Pse mendoni se palët nuk u bën bashkë as këtë herë për të zgjidhur ngarqim politik? Ne në fakt nuk kemi të bëjmë thjesht vetëm me një ngërç zakonshëm politik. Kemi të bëjmë më tepër me një krizë të programuar prapat cilës për fat keq ka struktura jashtë Kosovës që dirigjojnë këtë problem. Është pjesë e luftës hibride sipas pikpamjes time serbo-ruse që ja kanë dalur që të infiltrojnë elementet e tyre përmes oligarkëve tek partitë politike dhe po i komandojnë partitë e opozitës. Për fat keq, kryesit as e LDK-s as e PDK-s nuk vendosin dot vetë. Prandaj edhe po e shpjejnë tashmë definitivisht vendin në zgjedhjet e treta brenda një periudhe prej 15 muajsh, zgjedhjet nivelit qendror, plus një palë zgjedhje që kishim nivelit lokal, pra brenda 15 muajsh qytetarët shkojnë në zgjedhje për herë të katërt. Ky është skeme programuar e orientuar dhe ka një emër, bojkot dhe bllokim të Republikës. Në fakt, partitë opozitare thanë që mbrojtën Republikën, dje në deklaratat pas kësaj, si shihni pastaj edhe deklaratat edhe të zotit Kurti që tha që synimi i tyre nuk është të marrin pushtet, por në fakt që të pengojnë qeverisjen. Për fat keq, përmbysja e diskursit politik është pjesë e luftës hibride. Dhe këtë bën pikërisht opozita dje këtu, madje para disa ditësh parmbrëm për shembull në Kor përdorën edhe terma pejorativ, terma të ulët si përmbysje e rendit kushtetues, puç etj, që de facto më tepër linte të kuptoj se kemi të bëjmë me diletant politik, por që janë në shërbim të thjesht agjendave të jashtme. Pra vendi po shkon në zgjedhje thjesht si rezultati bojkotit dhe bllokimit. Republikën e mbrojnë ata që investojnë në ndërtimin e institucioneve. Republikën e mbrojnë ata që e kanë çliruar, e kanë shtryer fakt sovranitetin në gjithë Republikën, në veriun e Kosovës parazitash që ishte shndërruar në gangren të Republikës dhe që gradualisht po e shndërronte Republikën në një shtet të dështuar dhe të flasin për mbrojtjet e Republikës ata që kanë votuar demarkacionin me malin e zi dhe ja kanë humbur Kosovës 8200 hektarë. Flasin ata që kanë votuar për marrëveshjen e 2013-2015 që kanë promovuar një Republika Srpska 2 me idenë për të krijuar si thosh gangrenën brenda trupit të Republikës dhe për ta defunksionalizuar tërësisht. Flasin ata për mbrojtjen e Republikës që e kanë bashkëqeverisur de facto me Beogradin për 20 vjet Kosovën. Kosova ka qenë bashkëqeverisur me listën serbe dhe me faktorin politik relevant serb që ka qenë dirigjuar krejt publikisht nga Beogradi. Pra, Republikën nuk mund ta mbrojtë këtë kategori. Ata janë thjesht si segment shtesë, një lloj lokomotive e luftës hibride tashmë. E qartë. Në fakt, së ndikon kjo krizë në arenën ndërkombëtare dhe a ka kosto ekonomike, përveç pjesës të kostove ekonomike për zhvillimin e zgjedhjeve, që në fakt nga llogaritja e fundit, vetëm zgjedhjet e dhjetorit kanë kushtuar 11.5 milion euro, që besoj në ato shifra mund të shkojnë edhe zgjedhjet e radhës, po. Dhe kjo është deklaratë e zëdhënësit KQZ-s. Atëherë, përveç kësaj kosto, mendoni që mund të ketë kosto edhe në arenën ndërkombëtare, si për shembull, duke qenë që edhe BE-ja her pas here ka thënë që përshpejtoni reforma, domethënë zgjidhni krizën, përshpejtoni reforma që të përfitoni.
Sakt, Kosova humbet në rrafshin ekonomik relativisht shumë, disa 10 miliona s'paku, sepse nuk mund të mirët me mend ajo që ndodhi për shembull para 3 ditësh në Parlamentin e Kosovës, ku bëi fjalë për mbështetjen e popullsisë në nevojë që është më e goditur nga kriza që ka shkaktuar lufta në Iran, respektivisht bllokimi i ngushticës së Hormuzit me ngritjen e çmimeve të derivatëve dhe pastaj të çmimeve zinxhir. Ideja ishte që të miratohej një pakë ndihmëse prej 200 milion eurosh, e cilën de facto e kishte kërkuar paraprakisht edhe opozita për të qenë të sinqert, Partia Demokratike konkretisht, por e bllokoi një ditë përpara sepse nuk dëshironin që kjo të trajtohet tashmë ndihma të liferohet te qytetarët gjatë fushatës zgjedhore, respektivisht gjatë kësaj periudhe që ata vetëm e programonin se do të jemi pjesë e zgjedhjeve. Që është e vërteta, këtë krizë duhet të për hir të dëgjuesve, duhet të rikthehemi ta shpjegojmë në esencë. Kjo është pjesë e sistemit politik, e ka prodhuar sistemi politik i imponuar nga Pakoja Ahtisarit, që në një mënyrë ose në tjetër Kosovën e ka trajtuar si eksperiment në rrafshin e demokracive liberale evropiane. Nuk ka asnjë shtet tjetër që ka qenë më gjeneroz, më i hapur për të trajtuar minoritetet në mënyrën më të mirë të mundshme. Nga 120 vende sa ka Parlamenti i Kosovës, 20 vende janë të rezervuar për minoritetet. Dhe vetëm për minoritetin serb që ka diku rreth 4% të popullsisë së përgjithshme të Kosovës janë 10 vende. Më thuani ndonjë vend në nivel Evropës perëndimore dhe të perëndimit përgjithsisht ku është demokracia liberale etabluar që trajtohen në këtë mënyrë minoritetet, por e keni vure minoriteti serb është krejtësisht nën kontrollin e listës serbe, që ishte produkt i marrëveshjes së vitit 2013 dhe rrjedhimisht segment i Beogradit në bashkëqeverisje të Kosovës. Për herë të parë, prej 14 shkurtit vitit 2021, ajo listë është defunksionalizuar në rolin e saj falë revolucionit demokratik të heshtur të 14 shkurtit të vitit 2021. Përpjekja për ta rikthyer, për ta funksionalizuar listën serbe, de facto është përpjekje për të goditur shtetin dhe perspektivën e Republikës së dytë të shqiptarëve. Po të ecnin ne me reforma të mirëfillta, po të funksionalizonin më shpejt në rrafshin e demokracisë dhe zhvillimit ekonomik Republikën e Kosovës, do të hapi perspektiva, si thoshte profesor Ukshin Hoti, drejt të ecin drejt bashkimit funksional në një formë të një federate shqiptare të dy republikave tona, duke faktorizuar kështu kombin si tërësi. Por për fat keq, pengesa reale në këtë drejtim vjen edhe nga Tirana zyrtare. Po, në fakt ka pasur disa takime, por nuk edhe marrëveshjet të cilat janë nënshkruar nuk është se janë konkluduar të gjitha. Marrëveshje ekonomike bëjmë në disa fusha. Dhe është e vërtet në fakt që nuk është se ka pasur vullnet politik për të çuar më tej, për të shkuar më tej më shumë se sa një marrëveshje. Dhe keni vure që në projekte jashtëzakonisht ambicioze që do ta bashkonin kombin, dalin pengesa byrokratike banale. Dhe kjo është shumë e qartë, impenjimi i strukturave të shërbimeve të jashtme, sidomos serbe dhe greke, është prezent edhe në Prishtinë dhe në Tiranë. Nuk shpjegohet dot ndryshe mungesa e një kohezioni fuqishëm bashkëpunues në fushën e kulturës, punëve të jashtme, në fushën e sigurisë, mbrojtjes. Janë bërë hapa, mos për të qenë të sinqert, në disa sektor janë bërë hapa të mirë, po në infrastrukturë si reale që të ecet shumë shpejt. Edhe përsa i përket transportit të mallrave në infrastrukturë, por që nuk mjaftojnë gjithmonë. Ka disa marrëveshje, por që ende domethënë nuk kemi parë impakt, po themi. Po ne do të mund të ecnim fare lehtë në bashkimin doganor, askush nuk na pengon më. Dhe të shndrohej de facto gradualisht hap pas hapi hapësira shqiptare për bashkë ekonomike.
nuk e di çfarë roli do të kishte e djathta tjetër përveç betejës për ta shndruar hapësirën e përbashkët ekonomike në bërtham të Bashkimit të Kombit. Nuk e ka bërë. Dhe pengohet edhe sot e kësaj dite një investitor real, serioz, nga Tirana të vi në Kosovë ose e kundërta. Natyrisht ka megjithatë anë pozitive se ka lëvizje në këtë drejtim, por jo aq sa ka pasur mundësi. E qartë. Mendoni që zonja Osmani zonja Osmani në fakt sot në mëngjes ka dhënë një mesazh të fortë ku e ka nisur fjalimin e saj që mbrëm ka qenë një natë e rëndë për Kosovën dhe ju ka bërë apel palëve për dashurit, japin fund të urrëties edhe që të bashkohen. A mendon që mund të jetë Vjosa Osmani një figurë përbashkuese e opozitës përballë lëvizjes vetëvendosje në këto zgjedhje? Po kështu është projektuar nga qendrat e jashtme që është e vërteta që e kanë provokuar këtë krizë, që në mungesë të një lideri opozita ta ketë në krye Vjosa Osmani. Sa do të shërbej ajo si figurë kohezive për bashkimin e opozitës, unë kam dilemat mëdha, sepse nuk është se shquhet për ndonjë urtësi politike, përkundrazi. Ndërkaq mundësitë reale të saj që të profilohet si një figurë e të djathtës shqiptare të bashkuar, siç thotë Lidhja Demokratike, janë gati thuajse iluzor. Orientimi i saj dhe i ekipit të saj për të përfituar përmes lidhjeve me ekipin e Trumpit lë shumë për të dëshruar dhe kjo shpjegon edhe një fakt tjetër. Nuk janë në gjendje ta lexojnë rrjedhën e zhvillimeve gjeopolitike. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Trumpi e humbi më në fund betejën në Hungari, aty ku kishte të ashtu quajtën lider të djathtës neoliberale. E kam fjalën për Viktor Orbanin. Dhe nuk mund ta përmbys demokracinë që ka lëshuar rënje relativisht të mira këto 5 vjet e fundit në Kosovë, pas 14 shkurtit të vitit 2021, siç e thash, unë e kam cilësuar si revolucion demokratik të heshtur, dhe ta rikthej Ahmet Zogun alias Vjosa Osmani. Kryetari i LDK-s dje ka ngritur një pyetje dhe ka thënë që pse pengon Vjosa Osmani Kurtin. Të njëjta pyetje doja ta shtroja edhe këtu, pse Lëvizja Vetëvendosje nuk votoi për Vjosa Osmanin, duke qenë që ishte një nga propozimet. Lëvizja Vetëvendosje ta bëj për herë të dytë Vjosa Osmanin president. E para, e dyta, ajo do duhet shpjegonte ja ka bërë opinionit për lëvizjet e saj jo të urta në rrafshin e diplomacisë. Nuk guxojmë ne të sillemi si anti-evropian ndërka që jetojmë në Evropë. Pro-amerikanizmi i saj banal mund t'i kushtoj jo vetëm Republikës Kosovës, por edhe Kombit. Pra, nuk guxojmë të lëshohemi në aventura. Ne duhet i kemi raportet mira të dy republikat, edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe me Bashkimin Evropian, por mbi të gjitha me disa prej shteteve të Bashkimit Evropian, të cilat janë dëshmuar se vazhdojnë ta mbështesin prosperimin e Republikës së Kosovës, e Shqipërisë politike në kuadër të familjes evropiane. E kam fjalën gjithashtu për Britaninë e Madhe, për Kroacinë, për Gjermaninë, për Turqinë e tjerë. E qartë. Pra po thoni që divergjencat mes Kurtit dhe Osmanit ishin për politikën e jashtme, domethënë janë më të thella se sa thjesht kriza e muajve të fundit. Në bazë të asaj që e lexoj unë, po, janë më të thella dhe është thjesht një ndarje krejtësisht e natyrshme, konceptuale. Ndoshta Vjosa Osmani mund bëj karrierë brenda shtëpisë vet politike prej ku ka dalë me rikthimin e saj te LDK-ja dhe le të shohim, le ta provoj votën pa Albin Kurtin, pa vetëvendosje. E qartë. Po, Lëvizja Vetëvendosje në fakt propozoi 2 figura që janë jo politike, Ferider Ushiti dhe Atixhe Hoxha. Përse edhe opozitës në fakt tani
po ju bëj pyetjen që pse mendoni që opozita nuk i votoi ato, edhe pas deklaratës së Kurtit që tha që për zonjën Ferider Ushiti në fakt kishte patur vlerësime nga opozita për arritjet e saj të mëhershme para se sa të kandidohej. Atëherë për çfarë pengon opozitën që të votonte në fakt për dy figura që janë larg politikës, po themi, nuk janë jo shumë larg, sepse njëra nga kandidatet ka qenë kandidate për deputete, por që po themi që janë teknike, nuk janë figura mirëfilli politike. Sidomos doktoresha Feride i vinte krejtësisht nga bota e shoqërisë civile dhe kishte, siç e tha edhe ajo vetë mbrëm në një konferencë në orët e vona të natës, kishte mbështetjen e drejt për drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Britanisë së Madhe. Dhe ishte një zgjidhje adekuate për afruar, për larguar s'pari gjuhën polarizuese dhe për afruar forcat politike, sepse ajo kishte kultivuar gjatë gjithë këtyre 20 sa vite aktivitet në fushën e saj, kontakte dhe bashkëpunim me gjithë politikanët, me kryeministra, me president, me kryeparlamentare tjerë. Dhe do të mund të ishte një zgjidhje mirë për një mezor periudhë, 4 vjeçare, 5 vjeçare, sa e ka kushtetuta mandatin e presidentit. Por duhet të kujtojmë faktin që opozita de facto nuk e ka njohur rezultatin e zgjedhjeve prej shkurtit të vitit të kaluar. Nuk e njohur edhe më pak rezultatin e 28 vjetorit. Dhe ishte përcaktuar që ta shpje drejt zgjedhjeve të jashtëzakonshme me çdo çmim vendin. Dhe këtë e bëri, pavarësisht edhe po t'ja sillnin ta ringjallnin Abdyl Frashin, ata do ta votonin kundër. E qartë. Pra po thoni që nuk ishte të bënte aq shumë me figurën se sa me synimin e opozitës që me patjetër të objektivi, agenda politike ishte në radhë. E qartë. Unë ju falenderoj për kohën tuaj.